Amy Cali dhe Jake Coates u takuan për herë të parë shumë kohë më parë në shkollën fillore dhe përfunduan duke ringjallur dashurinë e tyre gati një dekadë më vonë. Historia e tyre dashurisë është aq prekse sa mund të duket sikur është marrë direkt nga një film. Zogjtë të rinj të dashuruar kishin ide të mrekullueshme për zyrën dhe ishin gati të kalonin pjesën tjetër të jetës së tyre së bashku. Fatkeqësisht, diçka ndodhi që transformoi tërë jetën e tyre. Por para se të fillojmë, shtypni butonin pëlqej, siguroni të abonoheni dhe nëse nuk e keni bërë ende, aktivizoni zilën e njoftimeve që të mos humbisni asnjë histori të re. Në moshën 11 vjeçare, Jake Coates nga Monmouth Wells dhe Amy Cali nga Lockington, Wiltshire, u takuan për herë të parë. Të dy shkonin në të njëjtën shkollë fillore dhe krijuan një miqësi të fortë në një moshë kaq të re. Në një intervistë Amy kujtoi ditët e para të marrëdhënies së tyre dhe i quajti ndjenjat e saj për Jake si një dashuri e vajzës shkollore. Ajo tha se e zhvilloi këtë dashuri kur ishte vetëm 11 vjeç. Ajo tha se deri në moshën 13 vjeçare u quajt karkaleci i tij, bazuar në një referencë nga seriali televiziv Friends. Është e sigurt të thuhet se këta të dy ishin të dashuruar të fëmijërisë. Ata vërtet kishin rënë në dashuri me njëri tjetrin dhe kjo ishte një histori dashurie si në filma në zhvillim. Në atë kohë, Jake i shkroi Amyt një shënim duke thënë: "Ti je gjithçka për mua dhe nëse ende mund të më dashurosh, unë do të martohem me ty një ditë." Fatkeqësisht për këta të dy, romanca e tyre e hershme u vu në rrezik kur shkolla e mesme po përfundonte dhe erdhi koha për të bërë zgjedhje për të ardhmen e tyre. Çifti u desh me një ndalesë kur e ardhmja e tyre mund t'i ndante. Ata donin të ndiqnin kolegje të ndryshme dhe ndihej se çiftet ndaheshin para kolegjet ose gjatë kolegjit, që konsiderohet si një kohë argëtuese me festa dhe tundime. Megjithse zgjodhen universitete të ndryshme, të dy arritën të qëndronin miq të ngushtë. Në mënyrë të pashmangshme, marrëdhënia e tyre nuk ishte më e njëjta dhe kishte ndryshuar ndjeshëm, por ata arritën të ribashkoheshin përsëri në vitin 2015. Ishin ndarë për 10 vjet dhe kur arritën në të 20-tat, më në fund u bashkuan sërish. Duket sikur gjithçka po shkonte në mënyrë të përsosur. Pak e dinin ata për surprizat që i prisnin. Në atë kohë, Jake ndodhe në Sydney, Australi, duke praktikuar mjekësi dhe Amy ishte mësuese në Londër, por ata ishin të bindur se mund të përballonin sfidën. Megjithse ishin 10.000 milje larg njëri tjetrit, ata nuk kishin ndërmend të hiqnin dorë. Ata mbanin kontakt çdo ditë me FaceTime dhe madje vizitonin njëri tjetrin mjaft shpesh. 6 muaj më vonë, marrëveshja e tyre ndryshoi me kalimin e kohës. Zogjtë e rinj të dashuruar, por përqendroheshin gjithnjë më shumë në të ardhmen e tyre së bashku. Në vitin 2016, Jake nuk mund të përmbahej dhe vendosi të kryente një plan që përfshinte shënimin që i kishte shkruar Amyt dikur. Ai ndoqi planin me një udhëtim në Filipine, ku do të propozonte në një shkëm me fishek zjarre në sfond. Para se të mund ta bënte këtë, ndodhi diçka e papritur. Disa javë para pushimit të tyre emocionues, Amy bëri një udhëtim të zakonshëm për të vizituar të dashurin e saj në Australi. Në ditën e tyre të fundit bashk, ajo i kërkoi Jake të bënte një masazh të thjeshtë në qafë, sepse donte të relaksohej para fluturimit. Ishte një kërkesë e lehtë, të cilën Jake e pranoi. Ai ishte i lumtur të ndihmonte dashurinë e jetës së tij të relaksohej dhe nuk ishte një kërkesë e vështirë. Ishte diçka që të dy e bënin rregullisht, qoftë për të krijuar atmosferë apo thjesht për të ndihmuar njëri tjetrin të çlirohej nga stresi. Këtë herë ishte ndryshe. Ai vendosi duart në qafën e saj dhe ndërsa filloi të fërkonte dhe mesazhonte butësisht, diçka nuk shkoi. Ata ishin ulur në një restorant në një të diel të zakonshme pasdite, kur ai vuri re diçka të gabuar me qafën e të dashurës së tij. Jake vuri re një gungë në qafën e Amyt dhe e kapi paniku. Gjithçka brenda tij donte t'i bërtiste Amy dhe ta pyeste pse nuk e kishte përmendur më parë, por në vend të kësaj, ai këmbguli që ajo të bënte një kontroll. Normalisht, çifti duhet të kishte qenë duke paketuar me entuziazëm për aventurën e tyre romantike, kur morën rezultatet e kontrollit të Amyt. Fatkeqësisht për këtë çift, u than lajme të tmerrshme se Amy ishte ndër personat më të rinj në vend me një lloj të rrallë kanceri të tiroides. Gjithashtu, ai kishte arritur në shtyllën kurrizore, mushkëri, mëlçi dhe kocka. Pjesa më e keqe ishte pakthyeshme.
Çifti refuzoi të dorëzojë ndaj diagnozës dhe ishin gati të përballeshin me sëmundje së bashku. Amy mbeti pozitive, duke përqafuar çdo moment me hir. Megjithatë, lajmet edhe më të vështira erdhën. Mjekët i thanë se kanceri mund të kishte qenë i shërueshëm nëse do të ishte diagnostikuar më herët. Ky zbulim i dhimbshëm goditi fort. Pastaj erdhi një goditje tjetër. Amy i thanë se nuk mund të kishte fëmijë. Të bëhej nën kishte qenë gjithmonë ëndra e saj, veçanërisht me Jake. Megjithatë, përmes trishtimit, ajo u kap pas shpresës. Jake nuk donte të priste më gjatë për të propozuar, duke harruar planet e mëdha. Ai propozoi një mëngjes gjatë shajit. Amy pranoi me gëzim dhe planifikimi dasmës i dha asaj diçka për të pritur gjatë trajtimeve. Pavarësisht gjithçkaje, historia e tyre ende po zhvillohej. Ata zgjodhen të mos përqendroheshin te negativiteti. Edhe kur mjekët i këshilluan të shmangnin dritën e diellit, Amy përqafoi bukurinë dhe spontanitetin e jetës. Ata bën një udhëtim të paplanifikuar në Dubai, duke krijuar kujtime të qëndrueshme. Amy u përqendrua në energji pozitive në vend të keqardhjes dhe punoi për të qëndruar aktive. Së bashku, ajo dhe Jake lançuan një mbledhje fondesh për spitalin Royal Marsden. Përpjekjet e tyre kulmuan me një udhëtim me biçikletë 2000 kilometra nëpër Europë, duke mbledhur mbi $140,000. Ajo që filloi si një lidhje fëmijërie tani ishte shndërruar në një histori dashurie të fuqishme. Në shtator 2016, ata më në fund thanë po. Amy shkëlqeu në ditën e saj të dasmës. Historia e tyre dashurisë kishte kapur zemrat kudo. Gjatë trajtimit të saj, Amy u kthye te pasioni i saj për tregim dhe filloi të shkruante libra për fëmijë. Jake u nderua për punën e tij bamirëse, duke marrë çmimin e ITV's për mbledhjen e fondeve të vitit në çmimet Pride of Britain. Ndërsa Amy vazhdoi të ndante udhëtimin e saj përmes një blogu, i cili filloi si një dalje personale, por përfundoi duke frymëzuar lexues të panumërt. Amy u përqendrua në krijimin e kujtimeve të qëndrueshme, duke refuzuar të lejonte që sëmundja e saj ta përcaktonte. Pavarësisht prognozës, Amy dhe Jake ende donin të krijonin një familje. Meqense Amy nuk mund të mbante një fëmijë, ata ju drejtuan surrogacisë. Ata punuan me specialistë të riprodhimit dhe siguruan mostra për përdorim të ardhshëm, duke krijuar 9 embrione. Historia e tyre arriti titujt kombëtar. Udhëtimi i Amy dhe Jake frymëzoi shumë njerëz dhe edhe pas ndarjes së saj nga jeta, veprimet e Jake vazhduan të tërhiqnin vëmendjen e publikut. Në fillim të vitit 2018, ai bëri një premtim për të vrapuar 10 maratona në vetëm 2 muaj për të mbledhur para në kujtim të Amyt dhe për të mbështetur spitalin që e trajtoi. Si pjesë e atij udhëtimi, Jake udhëtoi ndërkombëtarisht duke përfshirë një ndalesë në Island dhe gjatë kësaj kohe takoi Jena Selby, një planifikuese e vendesh. Lidhja e tyre u rrit dhe deri në shkurt, Jake filloi të ndante marrëdhënien e tij të re në internet. Postimet e tij gradualisht kaluan nga kujtimi te rindërtimi. Derisa Jake dukej se po shërohej dhe po gjente gëzim përsëri, jo të gjithë pranuan këtë ndryshim. Disa funë re se sa shumë i ngjante Hena Amyt dhe kritikët mendonin se ai kishte vazhduar shumë shpejt. Ndër më të zëshmit ishte motra e Amyt, Sophie. Megjithatë, Jake qëndroi pa lëkundur në zgjedhjet e tij. Ai shpjegoi se jetonte sipas motos për të bërë më të mirën çdo ditë dhe për të gjetur lumturi kudo që mundej. Takimi me Jenën ishte i papritur, por u bë një pikë kthese në jetën e tij. Ajo solli dritë përsëri në botën e tij dhe inkurajoi të jetonte. Derisa Jake ishte mirënjohës për këtë shans të dytë në dashuri, ai e bëri të qartë se Amy kurrë nuk do të harrojë. Ajo mbeti gjithmonë pjesë e tij. Jake kur nuk mund të kishte një fëmijë me dashurinë e tij të parë, Amy, pas shumë përpjekjesh. Ai mori vendimin e dhimbshëm për të ndaluar përpjekjet. Kjo e bëri lidhjen e tij me djalin e vogël të Henës veçanërisht kuptim plot. Ata u lidhen me një herë dhe Jake çmoi çdo moment me të. Kur Jake njoftoi planet për të vrapuar 10 maratona në nder të Amy dhe spitalit, ndjekësit kontribuan shpejt gati $9,000 në fondin e tij. Ai përfundoi 9 maratona në vetëm 8 javë, duke udhëtuar mbi 2000 milje gjatë rrugës. Ai humbi një thua dhe u përball me sfida, por asnjëherë nuk dyshoi se kauza ja vlente. Gjithçka ishte për Amyn. Amy, një mësuese e shkollës fillore me një dashuri për tregimet, kaloi muajt e saj të fundit duke shkruar libra për fëmijë si një mënyrë për të përballur.
Seria u përqendrua te dy personazhe të quajtur Tara dhe Tyrone, të frymzuar nga një biçikletë dhe rimorkë që çifti kishte përdorur dikur. Amy shkroi tregime ndërsa Jake i ilustroi ato. Ato botuan 2 libra gjatë trajtimit të saj. Tara dhe Tyrone të ngecur në baltë dhe Tara dhe Tyrone Pedro Pompa. Para vdekjes së saj, Amy pothuajse përfundoi një të tretë. Tara dhe Tyrone të humbur në det. Jake më vonë e përfundoi librin në nder të saj, duke i udhëruar fitimet për spitalin që e trajtoi. Megjithse Jake kur nuk e imagjinonte jetën e tij të zhvillojë kështu, ai u bë i përkushtuar për të ruajtur trashëgiminë e Emit. Ai pranoi se fliste me të çdo ditë dhe kur nuk pushoi së dashuruari. Në intervista dhe postime publike, ai inkurajoi të tjerët të çmonin të dashurit e tyre, shpesh duke ndarë këshilla prekse. Përqafojini ata, mbajini pak më gjatë. Mediat sociale të Jake nxjerrin në pa pasionin e tij për artin, kafshët dhe udhëtimet. Përfundimisht, ai mori vendimin për të lënë mjekësinë dhe për të ndjekur artin me kohë të plotë. Vepra e tij artistike, shpesh të fokusuara te kafshët, veçanërisht qentë, fituan njohon. Ai madje konsideroi të ilustronte një libër për fëmijë me qenin e tij të dashur Molly. Molly mbeti pranë Jake, duke e shoqëruar në aventura dhe duke i sjellë ngushëllim. Jake shpesh i referohej Emit si nëna e Mollyt dhe ndjente praninë e saj përmes kafshës së tyre. Lidhja e tij emocionale me Mollyn e ndihmoi të qëndronte i lidhur me Emin ndërsa vazhdonte jetën. Jake dikur dërgoi një pikturë të porositur deri në Florida për një shimpanze të quajtur Limbani, duke treguar se sa larg kishte arritur pasioni i tij. Përmes artit, bamirësisë dhe tregimit, Jake nderoi kujtimin e Emit, ndërsa ndërtoi një jetë të re të rrënjosur në dashurinë që dikur ndan. Amy kaloi ditët e saj të fundit e rrethuar nga dashuria e burrit të saj, qenit të saj dhe njerëzve që preku nga jeta e saj. Trashëgimia jetonte në librat që shkroi, fondet e mbledhura në emrin e saj dhe dashuria që Jake vazhdoi të përhap në nder të saj. Historia mbetet një mësim për mirësinë, guximin dhe fuqinë e dashurisë.